إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد الله عز وجل فنندرم prej ti i falë dhe ndim kërkojmë. Kurse salavatet dhe selamet i adërgoj Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderim dhe madhërim Allahun azza wa jall për mirësitë dhe begatitë e tij të mëdha, në veçanti për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit që na bëjnë dobi në çastin dhe në momentin ku s'ka dobi nga malli as nga evladi. Të dashur vëllezër, Allahu te bareke ve teala me urtësinë dhe detyrinë e tij absolute ka kriju krijesa të mëdha. Ka kriju qejt që janë një krijim gjigant i Rabbul Alaminit që manifestojnë madhështinë e Allahut te bareke ve teala. Ka kriju tokën që është mrekulli në vete që për çdo ditë e shohim, madje për çdo ditë analizojmë dhe studiojmë dhe përsëri s'ka përfundim mrekullit dhe begatit që i ngërthen në vete kjo tokë. Allahu te bareke ve teala ka kriju edhe me laçe, por ka kriju edhe net edhe ditë të veçanta. Nga ditët e veçanta që janë para nesh që sot jemi 28 Dhulqeide, që ta bën me dije se nesër ose pas nesër fillojnë ditët e mëdhaja të muajit Dhulhijja. Dhe ditët e para të muajit Dhulhijja janë ditët më të dashura të Allahu azza wa jall. Janë ditët më me vlerë që Allahu te bareke ve teala i ka krijuar brenda vitit. Dhe kjo shon se cilit prej nesh i jepet një herë në vit. Një herë në vit i jepet e shfrytëzove, elhamdulillah. Se shfrytëzove mos e fajso asken për post tjetër. Letjet kjo hutbe një stacion për kujtimi, për pastrimin dhe regenerimin e zemrave tona, rigjallërimin e zemrave tona dhe ndryshimin e gjendjes ton psikofizike. Andaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayami dunya ayyamu Dhulhijja. Ditët më të mira, më të dashura të dunjos. Në këtë dunjë Allahu nuk ka fal ditë më të mira e më të dashura për Allahun se sa 10 ditët e Dhulhijjes. Pastaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin al-amalu salihu ahabbu ila Allah min ayami Dhulhijja. Nuk ka ditë që punët e mira janë të dashura tek Allahu azza wa jall siç janë të dashura në 10 ditët e Dhulhijjes. Sahabët radhiyallahu anhum e kuptuan porosinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe më njëherë reaguan, thanë ja Rasulullah, thanë këto ditë edhe xhihadi nuk është me vlerë sikur këto ditë, as xhihadi thanë nuk është me vlerë sikur këto ditë, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, as xhihadi thanë nuk është në vlerë sikur që janë këto 10 ditë që Allahu te bareke ve teala i ka veçuar për pas se mujahidi që ka dalë me pasurinë e tij dhe me jetën e tij, shëndetin e tij dhe nuk është kthy prapë. Po ndryshe të as xhihadi nuk ka vlerë në këtyre 10 ditëve. Subhanallah. Aty Allah të ka dhënë ymër, të ka dhënë shëndet, na ka dhënë logjik, na ka dhënë përkujtim, xhami, hutbe, që të përkujtojemi, të para përgatitemi se jemi duke hyrë në ditë të mëdha. Me tonë dikush se hyn në këtë vend se këtu ka hyrë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Vallahi na rënqethët gjithëve zemra. Me tonë dikush shkel në këtë vend se çtu ka vënë kamën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa emocionohemi kur e shohim me kamu Ibrahim, gjurmët e kamëve të Ibrahimit alayhis salam në Qabe. Pse këtë qasje se kemi ndaj vlerave kohore që i ka përcaktua Allahu te bareke ve teala me urtësinë e tij.
Ky përcaktim është i Allahut, që këto 10 ditë me qenë të veçanta, të dallume. Dhe që Allahu Azza wa Jall gjitha adhurimet i ka përfshi në këto 10 ditë. Bëhen bashkë. Bëhet bashkë namazi, bëhet bashkë kurbani, bëhet bashkë duaja, bëhen bashkë sadakaja, bëhet bashkë tavafi, se dhe xhileri që kënë haqë, bëhet bashkë Arafati, Muzdelife, Mina, gjujtja e shejtanit. Kur kena me gjujt na nefsin ton, egon ton, e që shejtan mundot me na manipulu edhe me na minimizu dhe nënvlerësu punë të mira. Musa a.s. si që transmeton Ibn Hibbani, dhe këtë hadith e klasifikon si sahih djetari shqiptar Nasiruddin Albani dhe thot, Musa a.s. ju drejtu Allahut Azza wa Jall dhe i tha, ja Rab, allimni duaan ad'uke bihi. Tha, o Zot, ma mëso një dua me cilën dua unë ty do të lutem. Tha, ja Musa, kul la ilaha illallah. Tha, o Musa, thuj la ilaha illallah. Tha, o Allah, këtë dua la ilaha illallah gjithë njerëzit e thuan. Allimni duan të khussuni bihi. Tha, ma mëso mu një dua të veçantë, se këtë dua krejt njerëzit e din. Unë si pejgamber du të mësoj diçka më të veçantë. Tha, o Musa, tha, tja e diçka është vlera e fjalës la ilaha illallah. Që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka porosit në këto 10 ditë të gjallërim xhamiat tona, shtëpiat tona, tregjet tona me la ilaha illallah, elhamdulillah, Allahu akbar. Këto 3 dua. Tha, çfarë është vlera e fjalës la ilaha illallah, o Zot? Tha, o Musa, 7 katë qej, bashkë me tokën, mi vëndu në një anë të peshorës, fjallën la ilaha illallah, me vëndu nga ana tjetër e peshorës. Tha Allah te bareke ve teala, fjala la ilaha illallah është më e rëndë se 7 katë qej dhe toka bashkë mu bo. Tha, fjala la ilaha illallah, thuni la ilaha illallah. Shfrytëzoni momentin se kjo fjalë është e rëndë në tokën e qiell dhe zë vend dhe ka më randuar në veprat tona të mira kur dalmi para Rabbul Aleminit. Po me ashtu elhamdulillah, po me ashtu Allahu Akbar, ndoshta këtë krijeset e Allahut mi mbledh bashkë mi vëndu me një anë, nuk randojnë sa randojnë këto 3 fjalë, këto 3 lutje, që për neve ndonjëherë duken të thjeshta siç ju duk kjo fjalë e thjesht Musa alayhis salam. Mos e minimizoni asnjë punë të mirë. Secili prej nesh, nëse s'ka mundësi shumë më falë, nëse s'ka mundësi shumë kurbana me prej, nëse s'ka mundësi shumë sadaka me bo, nëse s'ka kohë shumë adhurime tjera me bo, pasha një Allah, ka mundësi me angazhu gjuhën e vetë me thonë la ilaha illallah. Shumë e lejtë është. Me thonë elhamdulillah, me thonë Allahu Akbar. Dhe këto ditë janë ditë që na këtë zemrën tonë du të me rigjadhëru, du të me përkujtu dhe me lidhë më tepër me Allahun te bareke ve teala. Le të jetë kjo hutbe në stacion përkujtimi, si jemi duke fillu 10 ditë që janë të veçanta më të dashurat e Zotit, më të mëdha te Allahu Azza wa Jall. E në ditë që nuk duhesh mund dal me lënë punët e tua për me bën një punë të mirë, por duke i kryer obligimet e tua të përditshme, shfrytëzohen ndërkohë që me i shtu punët e mira e mi paksu punët e këqija. Shifeni gjithë hutbës tam shtoni punët e mira, se një gjuhë, një zemër, një trup që angazhot me punë të mira, s'ka kohë për me bo punë të këqija. Kjo zemër e mira dhe keqja bashkë në te nuk bashkohen. Kur të angazhot me të mirë, s'ka vend për të keqë. O Zoti i madh, na udhëzo ka e mira dhe ka e mbara, na udhëzo ka ajo me cilën ti je i kënaqur, na i fal mëkatet tona dhe na i shtosh shpërblimet ashtu siç din ti më së miri. E kulu ma tasmaun, walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر عزيز في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.